Jam kot I dërguar I Allahut na thot sillu me njerëzit me mënyrën më të mirë. Allahu sa herë na porosin Kur'an. Wa qulu lin-nasi husna, thoni fjalë të mira dhe fjalë të bukura për njerëzit. Fjalë të mira, pra jo direkt për jashkur. Tjetri pa të thonë gjë fare, sul. Tjetri pa bëj gjë fare, sul. Or edhe dikush mund ta ketë bërë për bosh, po mundohu një herë me të mirë, me akthy me të mirë. Sepse ka shpërblime shumë të mëdha tek Allahu xhaleshanu për ata të cilët mundohen të përmirësojnë veten e tyre, të përmirësojnë të tjerët, subhanallahu. Ata të cilët e kthejnë të keqen me të mirë, o Allah, çfarë mirësie I fal Allahu xhaleshanu atyre. Wal afina anin nas, ata që I falin njerëzit. Po nëse tjetri ty nuk do të bëj në I faj ose nuk do të hyn hak, çka ke për të falë atit? Por çai lavdroi Allahu xhaleshanu ata që falin, se është e vështirë pra me fal. Është e vështirë dhe nuk është kollaj që të falësh. E Allahu thotë dhe ata që falin, dhe ata që I falin tjerët, I falin njerëzit. Qofse s'ka të bëjë gjë që të falësh ti, atëherë s'ke çfarë vlerë do marrësh ke Allahu xhaleshanu ti. Pra duhet të durosh, edhe duhet ta bësh për hatër të Zotit këtë gjë, e Allahu të ngre gradat dhe të shkruaj sevape dhe shpërblime të mëdha. El birru husnul khuluq. Morali I mirë ose vepra e mirë është sillesh mirë me njerëzit, thot profeti alayhi salatu wasalam.